Pasi bota I dha lamtumirën Papa Franceskut, çfarë pritet në vijim? Në përfundim të shërbimeve të varrimit Papa Franceskut, nuk ka asnjë afat kohor konkret për zgjedhjen e një pape të ri, të njohur si konklav, dhe shumë mistere rrethojnë atë që do shërbesi pasardhës I Franceskut. Kjo konklav do të jetë vendimtare për të vendosur drejtimin e Kishës Katolike Romane, dhe fusha e kandidatëve është e hapur fala reformave të Franceskut, të cilët bën organin përgjegjës për zgjedhjet me përfaqësuese të kishës mbarbotrore. Konklava nuk pritet të fillojë më herët se 15 ditë dhe as më vonë se 20 ditë pas vdekjes së papës, megjithashtë duke e vendosur atë diku në fillim të majit. Procesi është një kombinim I traditës së lashtë, ritualit fetar dhe politikës. Votimi zhvillohet me dyert të mbyllura dhe vetëm kardinalët në moshë 80 vjeç, pak më shumë se gjysma e numrit përgjithshëm, kanë të drejtë vendimi. Pasi 135 anëtarë të kolegjit kardinalëve mbledhen në Rom, ata takohen në Kapelën Sistine për të filluar procesin e vendimarrjes. Konklavat vazhdojnë për aq kohë sa duhet që një prej kardinalëve të marrë 2/3 e votave. Gjatë shekujve u deshën orë, ditë, javë, madje edhe vite të zgjidhen një pap I ri. Megjithatë, të shpresojmë që të jetë më shpejt.